Unë jam vazhdimisht në komunikim e në takime me të gjithë këta, kur s'ka qenë atmosfera më konstruktive me opozitën, mirë po atmosfera më konstruktive nuk kupton automatikisht hapa konkret. Tash 30 vjeçi nuk zgjedh punë, edhe njerë po e theksoj, as 80 vjeçi nuk është garanci. Duhet 84-5, që t'jemi sigurt për 80, por kushtetuta na obligon që t'i evitojmë zgjedhjet, që të mos shkojmë zgjedhje. Kushtetuta thot që ne duhet të angazhohemi maksimalisht që të mos shkojmë në zgjedhje. Në anën tjetër obligon edhe deputetët që të votojnë. A do të realizohet kjo nuk e di, por kushtet janë ideale që të kemi edhe 3 kandidat, ndërkohë që aktualisht nuk është asnjë. Dhe për shkak se mundësit janë aty, unë do të vazhdoj që të komunikoj në mënyrë që edhe nesër edhe pas nesër të arrim tek rezultati dhe më pastaj edhe tek suksesi i zgjedhjes së presidentit, por tash për tash nuk mund të them se ka diçka të re, meqense në njërin anë figurë konsensuale nuk kemi, ndërkaq në anën tjetër marrëveshje politike po ashtu nuk kemi, sidomos prej se nga PDK-ja u tha që propozimi duhet të jetë partijak. E kjo ne duhet i kemi 80 veta të cilët qëndrojnë në sallë dhe votojnë minimalisht. Konsiderojmë që nuk mund të shkojmë me 80 në votim. Po doli 79 numri në fund, automatikisht shkojmë në zgjedhje. E kemi prioritet absolut në situatën aktuale politike evitimin e zgjedhjeve. Duhet të sigurohemi që jo t'i kemi 80, po duhet të sigurohemi që t'i kemi një 84-85. Dhe për këtë është duke u bërë beteja me këto komunikime e me këto takime të cilat po i zhvillojnë.